apo për shkaqeve tjera që bëjnë që njeriu të jetojë për një kohë gjatë në harres dhe ja pamundson zgjimin, është padyshim edhe shoqëria dhe ambienti. Është shumë e rëndësishme ku jeton dhe me kë jeton. Deshëm apo nuk deshëm, njeriu është krijesë sociale. Prandaj një prej kuptimeve të termit el insan është edhe social. Njeriu ka nevojë me u shoqënu. Prandaj pejgamberi Adem a.s. në xhenet, edhe pse i rrethuar me laçe, është ndij vetëm. I ka kërkuar Allahut eshin. E Allah ja ka kriju havën, pse? E ka dashur eshin e vet, sepse është njeri, është krijesë sociale. Edhe na këtu, na jemi krijesa sociale, na kemi nevojë me u shoqënu. Po ideja është me kë po shoqënohemi. Nuk ban me toleru, me përzgjedh për shok ngusht, çdo njeri që ty të paraqitet, edhe nëse të buzëqesh, edhe nëse ta bën një të mirë, pse jeta është e gjatë. Dhe njerëzit dallon atëherë kur ne udhtojmë pak më gjatë. Edhe në kuptimin e udhëtimeve të thjeshta dhe të shkurta, afatshkurte, por edhe në kuptimin e përgjithshëm, kur ti jeton me dikon familje, kur ti martohesh me dikon, kur ti punon me dikon. Pra, janë disa periudha pak më të gjata jetësore që neve na bën me ditë se kush jemi realisht. Sepse njeriu kur bashkëjeton me dikën, në kuptimin e punës dhe familjes e kështu me radhë, ai e sheh se me kë realisht ka punë. Dhe ta përgjigjesh një njeri jo duhur, apo të kesh kritere shumë elementare, shumë të ulta në përzgjedhjen e shoqërisë sate, është gabim i madh, është gabim fatal. Prandaj pejgamberi Allahut e ka paraqitur si shqetësim serioz këtë punë. Ka thonë el mar'u ala dini khalili, njeriu është në fenë e shokut të tij. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Andaj le ta shikojë çdo kush prej jush se kë po e merr për shok ngushtë, sepse ka thonë khalil. Khalil është shumë më i shtrejtë, shumë më i ngushtë se sa çdo shok tjetër. Shok i ngushtë. Prandaj Ibrahimi a.s. ka qenë Khalilullah, mik i Allahut, sepse çdo kush nuk merret për mik. Do të më qenë një lidhje shumë e brendshme, shumë e ngushtë, shumë e dashur për me pas dikon shok ngushtë.